بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi në librin Kashfu Shubuhat të Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah, largimi nga dyshimi. Kemi mbajtur një ders lidhje me këtë libër, me komentin e Shejkhut Uthayminit rahimahullah. Jemi tek pjesa ku ka thënë autori i librit, Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. Allahu e ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wasalam mesin e njerëzve të cilët kanë bëu haxh, kanë dhënë sadak, e kanë përmend Allahun, ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله. Mirë po ata kanë marrë ndërmjetësues mes krijesave dhe krijuesit. Duke thënë, yaquluna nuridu minhum at-taqarrub ila Allah. Duke thënë, ne kemi për qëllim me u afru tek Allahu, wa nuridu shafa'atahum indah mithl al-malaika. Dhe duke thënë që ne kemi për qëllim shefatin. Pra kemi për qëllim që këta të adhuruar me na ndërmjetësu tek Allahu, siç janë pra melajket, wa Isa wa Maryam, Isa i Maryemja, wa unasun ghayrihim min as-salihin, dhe njerëz të tjerë të mirë përveç melajkeve, përveç krijesave siç janë melajket dhe përveç njerëzve siç janë pejgamberët, qoftë Isa apo Maryemi alayhi salam. Pra, në këtë pjesë thot Shejkhut Uthaymin rahimahullah, kuptimi i saj është i këtij fragmenti se Allahu e ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wassalam mesin e një populli të cilët kanë pas një adhurim, lakinnaha ibadatun batila, por ka qenë adhurim i kot, ma anzalallahu biha min sultan. Ka qenë adhurim që Allahu s'ka zbritur argument për këtë. Ata kanë bë pra vepra të shumta, mirë po nuk do t'ju bën dobi vepra e tyre. Për çfarë? لأنهم كفار, sepse ata kanë qenë pabesimtar, kanë qenë mushrikin. ومن شرط التقرب إلى الله أن يكون المتقرب إلى الله مسلما وهؤلاء غير مسلمين. Pra kushti është me qenë besimtar, me qenë musliman, dhe këta nuk kanë qenë musliman. إنهم يتعبدون هذه الأصنام. Pra këta I kanë marrë ta të adhuruar dhe kanë pas bindje që nuk ju bëjnë dëm as dobi. Pra mushrikët e kanë pas qartë se ata nuk japin jetë edhe vdekje të adhuruarit të tyre. Mirë po I kanë pas si ndërmjetësues. Walakin hadhihi shafa'a, mirë po kjo është një shefat që nuk do t'ju bën dobi, sepse Allahu ka thënë fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Pra kuptimi I ajetit është surat Mudaththir, atyre nuk do t'ju bën dobi ndërmjetësimi I ndërmjetësuesve. Pastaj ka thënë autori, faba'atha Allahu Muhammeden sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka dërguar Muhammed alayhi salatu wassalam, yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alayhi salam. Allahu ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wassalam që t'ja u ripërtri fen e abihim Ibrahim, e prindit të tyre Ibrahimit alayhi salam. U yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub. Pra kush është prindi I tyre? Është Ibrahimi alayhis salam, sepse kurishëtët janë pasardhës të Ismailit. Pra vinë prej djemve të Ismailit, dhe Ismaili është djali I Ibrahimit. Kështu që Muhamedi alayhis salam ka ardhur yujaddid, t'ja u ripërtri, t'ja u ringjall, t'i rikthejnë fenë e Ibrahimit alayhis salam. U yukhbiruhum, dhe t'i njoftoi mushrikët e Mekkës, atë botë, anna hadha at-taqarrub, kjo mënyra adhurimit që ata kanë bë, wal i'tiqad, dhe kjo bindje që kanë pas ata, mahdun haqqin lillahi ta'ala, është e drejt absolute që I takon vetëm Allah. Është hak I Allahut subhanahu wa ta'ala. La yasluhu minhu shay' li ghayri Allah.
këto adhurimet nuk i takojnë as kujt tjetër pos Allahut, la li melekin muqarrab, as edhe një melajke të ndëruar, wala nebijin mursal, as një profeti të dërguar, fadlen an ghayrihima, e jashtë këtyre pra nuk vjen as, do të thonë, përdesa meleku i nderuar dhe profeti i dërguar nuk lejohet që me pas ndërmjetësues, si mund të ketë ndërmjetësues pra idhuj të ndryshëm. Pastaj thot wa illa haula al mushrikun. Mirë, po këta mushrikun, të cilët e kanë pas këtë adhurim, e kanë pas këtë bindje, dhe këta idhuj kanë marrë për ndërmjetësim, ata kanë pas bindje që anna Allahu huwa al-Khaliq, Allahu është krijuesi, wahdah, la sharika lah. Dhe kanë qenë të bindur që vetëm Allahu është ai i cili krijon, wa annahu la yarzuqu illa hu. Dhe nuk furnizon askush pos ti, wala yuhyi wala yumitu illa hu. Dhe nuk jap jetë dhe vdekje përveç Allahut. Wala yudabbiru al-amra illa hu. Ata kanë pas qartë se krejt universin, gjithçka ka krijuar Allahu është në dorën e tij dhe në sundimin e tij. Wa anna jami'a as-samawati, dhe krejt qiejt, 7 palë qiej, wa man fihinna, dhe çka ka në mbrëmsinë e tyre, wal ardina, dhe 7 palë tokë, wa man fihinna, dhe çka ka në mbrëmsinë e tyre, kulluhum abidu, këtë janë të nështruar Allah. Kështu kanë pas bindje mushrikët, pra Abu Jehli, Abu Lehebi, Ubej ibn Khalaf, kulluhum abidu, wa tahta tasarrufihi wa qahri. Ata kanë qenë bindur se çdo gjë është në urdhin, në kompetencat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, yaqul rahimahullah, pastaj thot Sheikhu Uthejmini, Allahu mëshiroft, kjo është ajo çfarë inna haula mushrikin, mushrikët, pra të cilët kanë jetu në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kanë pranuar dhe kanë pas qartë që Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi krijues. Dhe ajetet janë shumëta që dëshmojnë një gjë të tillë. Çfarë dëshmojnë ajetet? Ajetet dëshmojnë atë që thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Pra Muhammed ibn Abdul Wahhab ja qartëson lexuesit deri në ditën e gjykimit. Dhe kjo është një prej kuptimeve më të thella dhe më të qarta dhe më të mira të autorit të librit, që pikat më të rëndësishme i qartëson me argumente. Dhe librat e tij janë libra të dobishme, për arsye se ai ka argumentuar me tekste nga Kurani dhe hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo është ajo që ka veçuar Muhammed ibn Abdul Wahhabin. Dhe sa njerëz mundohen me argumentu, me u thellu në argumente, me shku shumë larg, me lloj-lloj argumentesh, por Allah nuk ju ka dhënë bereqet ashtu siç i ka dhënë Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Se thelbi i Islamit edhe i fesë është kuptimi i teksteve të Kuranit edhe të haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj një prej argumenteve thot Muhammed ibn Abdul Wahhabi, fa idha aradta ad-dalila ala anna haula alladhina, ose don argument qartë me kuptu që ata që i ka luftu pejgamberi alayhis salatu wassalam e kanë pas këtë bindje. Cilën bindje? Se Allahu është krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu jap jetë dhe vdekje, por megjithatë ka ndodhur lufta e Bedrit. Pra ka ndodhur lufta e Uhudit, ka ndodhur ndarja e madhe dhe nuk i ka pranuar Allahu që si musliman, përderisa ata i kanë pas gjitha këto bindje. Dhe thot Muhammed ibn Abdul Wahhabi, nëse don argumentet, lexoje fjalën e Allahut në Kur'an ku ka thënë surën Yunus, Allahu thot, qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, thuaj o Muhammed. Këtyre pra mushrikëve që pa adhurojnë Lat ul Uzza dhe idhujt, të cilët dersin e ka eluar kemi përmend që i ka thy 360 idhuj me dorën e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, kush ju jap ju furnizim nga toka dhe qiejt? Amma yamliku as-sam'a wal absara, wa kush është ai që në dorën e tij është dëgjimi dhe shoqimi? Pra kush është ai që jep dëgjimin dhe shoqimin? Wa man yakhriju al-hayy min al-mayyit, kush e bën ai që nga i vdekurit të deli gjalli, o yukhriju al-mayyita min al-hayy, dhe nga i vdekurit, nga i gjallit të deli vdekurit, anasjellës. Wa man yudabbiru al-amr, dorën e kujt është gjithçka ka në qiell dhe në tokë? Allahu ka thënë, fa sayaquluna Allah. Mushrikët kanë më thonë dhe thonë,
Allah. Faqul afala tattaqun, thuaj o Muhammed, atëherë si nuk e keni frikën Allah. Afala tattaqun. Pra, thot Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ذكر المؤلف هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية. Pra, mushrikët me këtë argument nga që argumenton autori e pranojnë tauhidin rububiyye, një prej llojeve të tauhidit që Muhammed ibn Abdul Wahhab i ka qartësuar që janë 3 lloje të tauhidit: tauhidi rububiyya, tauhidi uluhiyya, tauhidi al-asma wa sifat. Faqul afala tattaqun, pra si nuk i keni frikën Allahut, idha kuntum tuqirruna bihadha, përderisa ju e pranoni që Allahu është krijuesi, dorën e tij është gjithçka ka në qiell dhe në tokë. Megjithatë, i bëni shok Allahut, si mos t'i keni frikën Allahut subhanahu wa taala. Wa qawli, po ashtu fjala Allahut, thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, qul liman al-ardu, thuaj kujt i takon gjithçka ka në tokë, wa man fiha, dhe gjithçka ka sipërfaqen e saj dhe në të. In kuntum ta'lamun, nëse jeni ata që dini, se yaqulun Allah, do thon Allahut. Qul afala tadhakkarun, atëherë afala tadhakkarun, a nuk po përkujtoheni, nuk po i merrni si këshill këto argumente. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim, thuaj kush është Zoti i qiejve, 7 qiejve dhe Zoti i arshit madh. Se yaqulun Allah, ata do thonë Allah, afala tattaqun, atëherë nuk i keni frikën Allahut. Qul men biyadihi malakutu kulli shay, thuaj kujt i takon gjithçka ka në sundimin. Pra melakut, mbretërim, gjithçka ka, pra kullu shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, dhe çdo gjë ka nevojë për Allahun, dhe Allahu s'ka nevojë për asgjë. In kuntum ta'lamun, fasayqulun Allah, pra ata do thonë Allah. O ghayra dhalika min al-ayat, dhe ka të shumta ajete të tilla. Thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, kur ty të qartësohet se ata kanë pranuar pra tauhidin rububiyya, por megjithatë ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, mirë po nuk e kanë përfshi ata tauhidin me cilin i ka thirrur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة, atëherë do ta kuptosh se mushrikët e kanë mohuar tauhidin në adhurim, në cilin mushrikët e kohës Muhammed ibn Abdul Wahhabit e kanë quajtur el-i'tiqad, pra bindje. كما كان يعني أن هؤلاء المشركون في عبادة الله كانوا يعبدون الله, يدعون الله إذا اضطروا إلى ذلك. Mushrikët e kohës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata ju kanë lutur Allahut kur janë detyruar. Pra në momente kur i ka kap frika e madhe nga gallgjet e detit, ata nuk ju kanë lutur as varreve, as idhujve, por ju kanë lutur Allahu subhanahu wa ta'ala. Në mesin atyre që kanë pasë Lat o Uzza, përmend Sheikh Udhaymini e sharon, pra për idhujve që i kanë pasë Latin. Si ka ardhe idhull që është bërë më i veçantë, sepse në kohën e mëhershme, pra para si me lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një njeri e ka pas një veçori që ju ka dhënë ushqim, edhe ka qenë shumë bujar, ka përgatit mish me bukë, pra ka përgatit një ushqim shumë të mirë dhe ju ka dhënë haxhilerëve. Edhe i ka dhënë ujë haxhilerëve. Dhe me thonë, ka qenë një njeri cili shumë bujar. Dhe me vdekjen e tij, pra Lat jelit, pra që ju ka shërby haxhilerëve ujë dhe ushqim, e ka marrë këtë emër Lat, derisa ka ardhur një pozitë që ata të cilët
pra e kanë shëntru varrin e tij dhe kanë thënë ne për me na pranu Allahu adhurimet tona, duhet ta marrim ndërmjetësues, pra duhet ta bëjmë shefat varrin apo latin. Prandaj Allahu ka zbrit ajet që është një prej ajeteve që përfshihen Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allahu ka thënë Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Thuaj, a doni më të tregu kush janë më të akhsarina a'mala, ata më të shkatruarit veprat e tyre, që ju shkatruar më shumë të vepra. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ata që devijojnë këtë dunja, u hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dhe ata mendojnë që në rrugën e drejtë. Ata mendojnë që në rrugën e drejtë. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Kush janë ata? Janë ata të cilët kanë mohu ajetet e Zotit tyre. Wa liqa'ihi, dhe kanë mohu takimin me Zotin e tyre. Fa habitat a'maluhum. Allahu ja vlerëson atyre veprat, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, dhe nuk do të kenë peshë ata në ditën e gjykimit. Nuk do të kenë peshë ata të cilët pra i bojnë shok Allahu subhanahu wa taala. Mushrikët mendojnë dhe kanë menduar që në rrugën e drejtë. Dhe disa dietarë thonë tefsir që ky ajet i përfshin edhe xhavarisht, të cilët janë shfaqur në kohën e sahabeve, të cilët kanë pretenduar që janë rrugën e drejtë. Pastaj thot wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha ash-shirk wa da'ahum ila al-ikhlas العبادة لله وحده كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال له الدعوة الحق والذين يدعون من دون لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. Pra, të t'i dëgjosh këto argumente, do të qartësohet ty se pejgamberi alayhissalatu wassalam luftën mes tij dhe mes mushrikëve ka qenë për çështjet të tauhidit e uluhije, për çështjet të pastërtisë së besimit, pra i ka thirrë me adhurimin e tyre me qenë i pastër për Allahun, siç ka thonë Allahu në Kur'an, fala tad'u Allah ahada. Askën mos ju lut krahas Allahut, apo siç ka thënë një ajet tjetër, lahu da'watul haqq walladhina yad'una min duni, ata të cilët i lutën dikujt tjetër posa Allahut, la yastajibuna lahum bi shay. Ata nuk ju përgjigjen me asgjë. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم atëherë ty të qartësohet se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka luftuar mushrikët e Mekkës. Për çfarë i ka luftuar? Që duaja e tëra të jetë për Allahun, thirrja e qurbanit e tëra të jetë për Allahun, nedhri të jetë e tëra për Allahun, wal istighatha kullaha billah, dhe istighatha kërkim ndihmë të jetë e tëra nga Allahu. Dhe të gjitha ibadetet jenë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, të gjitha ibadetet duhet me qenë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tu, llojet e ibadetit që i takojnë vetëm Allahut dhe nuk duhet të adhurojnë dikon tjetër pos ti, Sheikh Uthaymeen rahimullah i ka thënë disa sqarime. Për shembull, lutja që i takon vetëm Allahut, dhe ka thënë dua nau'an. Duaja është dy lloje. Duaja që nënkupton adhurim. Thirrje, lutje që Allahu t'i falë mëkatet, na ruaj nga zjarri i xhenemit, na forcon fe. Kjo është dua adhurim. Dhe dua mes'ala, lutje që ti ke nevojë për diçka. Dhe kur të është në pyetje lutja e duaja për adhurim, kjo i takon vetëm Allahut, vetëm më drejtu vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pra kush i bën shok Allahut, kush adhuron lutet dikujt tjetër që ta shpërblejë me xhenet, apo të bëjë ndonjë vepër të mirë, apo të mbrojnë nga ndonjë e keqe, pra kjo është lutje, dua e ibadet. Kjo i takon vetëm Allahut, i takon me u drejtu vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dorso lloji i dytë, dua mes'ala. Thot Sheikh Uthaymeen,
lutja mesele. Çka do të thonë kur ti dua talab, kur ti lutesh që ki nevojë për diçka. Po yanqasim ila thalathati aqsam. Thot janë 3 lloje. Janë 3 lloje të lutjeve kur njeriu ka nevojë. Kur njeriu ka nevojë për diçka, dua Allahi subhanahu wa ta'ala bima la yaqdir alayhi lahu. Lutja që askush s'mund ta sjellë ty apo të ndihmoj ty posa Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është një lutje që nëse i kërkon dikujt tjetër, prapë i bën shirk. Pra, nëse i lutesh Allahu subhanahu wa ta'ala për zbritjen e shiut, këta kush mund ta bëj posa Allah? Vetëm Allahu është ai i cili zbret shiut. Nëse i lutesh dikujt tjetër, ti i bën shok Allah. Nëse nuk ke evlad dhe i lutesh dikujt tjetër, ti i bën shirk, sepse vetëm Allahu është i plot fuqishëm për me e formësu në mitër apo ndizjen mes vezëve femëror dhe mashkullor, për vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtu janë çështje që i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk kanë met në kompetencën e dikujt tjetër. Pra, këtë çështje që askush tjetër mund të bëj posa Allahut, nëse i lutesh në atë çështje dikujt tjetër, ti bësh shirk Allahut. Dyta, lloji i dytë thotë Sheikh Udhaymini, dua al-hayy bima yaqdir alayh. Nëse i lutesh ti dikujt diçka që mundet, kjo nuk është shirk. Fala shay alayh. Pra, ke nevojë nga njerëzit me të ndihmu në ndërtimin e një shtëpie, në lëvizje, pra nuk ke fuqi me ecë, kërkon njerëzve që të ndihmojnë. Pra, apo forma të ndryshme. Kjo është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe. E treta, dua ul mejit. Nëse ti kërkon diçka që njeriu mund ta bëj, por nuk është në prezent, ose është i vdekur, edhe kjo është shirk, edhe kjo nuk lejohet. Pra, nëse kërkon ti në distancë nga dikush që nuk është afër, me të ndihmu diçka, edhe kjo vjen në shirk. Pra, nëse njeriu është në largësi që s'ka mundësi të bëjë një veprim, apo njeriu është i vdekur, i lutesh vdekurit, edhe kjo është shirk. Pastaj kjo lutja pra i takon Allahut. Pra, për këtë ka ndodhur ndarja mes mushrikëve dhe luftat që janë zhvilluar në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe luftimin që kanë bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam, sepse ai ka luftu këto lloj të adhurimit të gabuar që i kanë pas mushrikët e Mekkës. Pra, duaja i takon e tëra Allahut, atij më ju lut, dhe adh-dhabhu kulluhu lillah. Të therja është për Allahun. Adh-dhabhu, thot Sheikh Udhaymini, izhaqu ar-ruh bi iraqati ad-dam ala wajhin makhsus. Pra, izhaqu ar-ruh me derdhin e gjakut, pra izhaqu ar-ruh të një kafshë që i heket shpirti asaj, se me thonë izhaqu ar-ruh, në formë të caktuar. Dhe thot Sheikh Udhaymini janë 3 lloj therrjesh kafshës. Pra, për 3 motive. Kafshët therren për 3 motive. Thot Sheikh Udhaymini rahimahullah. An yuqsada bihi ta'dhim al-madhbuh. Nëse therret kafsha, bëhet therrja kafshës me qëllim të madhërimit të dikujt, të ndonjë varri, të ndonjë tyrbe, apo më afru të Allahu, apo më afru të dikush tjetër me atë therrje. Dhe kjo është shirk. Therrja e kafshës me qëllim të ndonjë varri apo të ndonjë qëllimi tjetër, përveç nëse është për qëllim afrim tek Allahu. Se Allahu ka thënë, kul inna salati, thuaj namazin, nusuki, therrja kurbanit, o mahjaje, jeta dhe vdekja im janë për Allahun, la sharika la, nuk ka shok në këtë çështje. Pra, nëse është për qëllim adhurimi edhe madhurimi i therrjes kafshës me një qëllim të caktuar, atëherë duhet të jetë vetëm për Allah. E thani, lloji i dytë
motiv dhe qëllim i therrjes kafshës është an yuqsada bihi ikramu ad-dayf. Ki për qëllim me nderu musafirin. Au walimatin li ursin, apo ndonjë kustim ndarse. Wa nahwi hadha, apo ngjashëm me këto. Fa hadha ma'murun bihi, dhe kjo është e lidhshme, thotë Sheikh Udhaymini, ose mund të jetë vajib, ose mund të jetë e preferuar. Sepse kur është e preferuar me nderu musafirin. Nuk i ke vajib me therr kafshën për musafirin, por është e preferuar. Dhe kjo është traditë që ka ardhur nga Ibrahimi alayhis salam, që i kanë ardhur me lajket në formën e tjemvetëri, në formën e njeriut. Kanë ardhur te Ibrahimi alayhis salam, ata kanë ardhur me përgëzu për Ishakun, sepse Sara një kohë të gjatë nuk kishte fëmijë, dhe e përgëzuan sa Ibrahimin alayhis salam, dhe Sara nuk e dëgjonte bisedën dhe e godiste fytyrën e saj, pra nga habia e madhe që do t'i ndodhë asaj. Nga habia e madhe që do t'i ndodhë asaj. Dhe njëkohësisht e njoftuan me lajket, pra që në formën e njeriu që ishin, se ata do të shkatrojnë popullin e Lutit. Popullin e Lutit. Ja dhanë këto dy lajme dhe Ibrahimi alayhis salam pasi e preu atë biç, dhe ata nuk hangrën, nuk ushqyn prej saj, aty u kuptoi dhe njoftuan se na jemi me lajket e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është argument për nderimin e musafirit, traditë Ibrahimit alayhis salam. Por nuk është obligim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush beson Allahun, men kan yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhayfa. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta nderon musafirin e tij. Wa qawlihi, ndërsa kur është obligim në martesë. Auli walau bi shart. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abdulrahman ibn Aufit, qoftë edhe me një dele, bëre një darsë. Pra kjo është e preferuar. Motivi i parë ishte nëse është për qëllim adhurimi. Kjo duhet bëhet vetëm për Allah. Kafsha. Dhe e dyta është therrja kafshës me qëllim nderimit musafirit, këtu ka shpërblim. Apo nëse është për qëllim darsën. Dhe lloji i tretë është, motivi i tretë i therrjes kafshës është an yaqsada bihi at-tamattu bil akl aw at-tijar bihi wa nahwa dhalik. Nëse bëhet therrja kafshës që pra njeriu më hungur prej saj, më ushqy prej saj, ose më bëu tregti me shikmish, kjo është as është shpërblim as dëshkim. Domethënë është diçka e lejuar. Është mirësia e Allahut subhanahu wa taala, nëse nisesh nga ajo që me qenë falendërues, sigurisht e merr shpërblimin që je falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala, por nuk ke shpërblim nëse ti e merr therrën e kafshë. Kjo është diçka mubah, pra e lejuar. Por futet tek ajeti suret Yusuf, ku Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur wa dhallallaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Ne ja u kemi nënshtruar kafshët njeriut. Faminha rukubuhum, disa prej tyre i përdorin për mjetet e udhëtimit, wa minha ya'kulun, dhe disa prej tyre i përdorin për ushqim. Kjo është pra adh-dhabh. Pra sa i përket adh-dhabh, therrjes kafshës. Pra mund t'i bie njeriu në shirk, mund të jetë i lejuar, mund të jetë e preferuar, varësisht prej niyetit që bëhet therrja e kafshës. Wan nadhru, po ashtu an-nadhr lillah. Wal istighatha, edhe istighatha. Istighatha është kërkim falje kur ti lutesh, kur ti je në vështirësi. Istighatha. Pra term që ka tani tjetër kuptim, wal istighatha kullaha lillah. Për shembull, njeriu isti'ana, kur ti lutesh Allahut, të udhëzoj, të forcoj në fe, por istighatha është me kërku ndihmë kur je në vështirësi. Kur istighatha. Për shembull, në Kur'an është përmend istighatha, kërkim ndihmë kur i afërmi Musait ka kërku ndihmë nga Musai ndaj konfliktit që e ka pas me personin që ka qenë nga fisi i
Qibti i faraonit. Pra, në këtë rast ka kërku ndihmë. Dhe me kërku ndihmë nga njeriu, në këto rrethana, pra nuk ka gjë të keq. Fastaghathahu min shi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Pra, edhe këtë e përmend Sheikh Uthaymeen rahimahullah, thotë edhe këtu janë 3 lloje të istighathave. Istighatha billah, me kërku ndihmë nga Allahu. Idh tastaghithuna rabbakum, dhe përmend luftën e Bedrit në surën Al-Anfal. Sahabët kanë kërku ndihmë nga Allah. Idh tastaghithuna rabbakum, kur ju kërkuat ndihmë, ighathe. Fastajaba lakum, dhe ju përgjigj Allah, anni mumittukum bi 1000 min al-malaikati murdifin. Dhe do t'ja sjell 1000 malaike murdifin, pra në mënyrë të rreshtuar, një pas një. E dyta, istighatha bil amwat, me kërku ndihmë, pra kur njeriu është në vështirësi nga vdekurit, apo të gjallit që nuk janë prezent. Dhe kjo duhet jetë vetëm për Allah. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a, ka thonë Allahu. Amma yujibu al-mudtarra idha da'a. Kush mund t'i përgjigjet robit kur është në vështirësi, kur ai thret, u e kshifësu dhe ja largon atë keqe, pra përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe e treta, kur kërkon ndihmë, pra që istighatha bil ahya al-alamin, ka njerëzit të cilët munden me të kërku, me të japë ndihmë. Edhe përmend ajetin lidhje me Musa alayhis salam. Pastaj, thot autori, wa arafta anna iqrarun bi tawhid ar-rububiyyah, pra të gjitha këto lloje të adhurimit, që i kanë, po ashtu do ta kuptosh, thot Muhammed Abdul Wahhabi, anna iqrarun bi tawhid ar-rububiyyah, pajtimi i tyre në tauhid ar-rububiyyah, që Allahu është krijuesi, furnizuesi, jep jetë dhe vdekje, lam yudkhiluhum fil Islam, ata nuk i ka fut në Islam. Wa anna qasduhum al-malaika, ata kanë pas për qëllim me lajket, pejgamberët, njerëz të mirë, me të cilët kanë pas qëllim mu afru tek Allahu. Megjithatë, kjo është lejuar gjaku i tyre, thot Muhammed Abdul Wahhabi, dhe pasuria e tyre. Dhe ti arafte hine idhin tim më tej e kuptove, thot Muhammed Abdul Wahhabi, dhe ta kuptosh at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul, se cili është tauhidi që kanë thirrur profetët. Wa aba 'an al-iqrar bihi al-mushrikun, dhe e kanë refuzuar mushrikët. Wa hadha huwa at-tauhid wa ma'na, ky tauhid që kanë thirrur profetët është la ilaha illa Allah, pra fjala la ilaha illa Allah, që do të thotë pra nuk ka të adhuruar me merit, me të drejtë përveç tij. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو ولدا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. متى Sheikh Uthaymeen rahimahullah e qartëson se mushrikët e Mekkës e kanë kuptuar sakt fjalën e Allahut la ilaha illa Allah. Ata kanë kuptuar qartë që fjala e Allahut, thirrja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa Allah, ka për qëllim se nuk duhet adhurohet askush tjetër pas Allahut. La ilaha illa Allah. Ata kanë pas qartë se nuk është ka i thret Muhamedi alayhis salam me besu në ekzistimin e Zotit. Dhe kaq. Dhe me i bind ata që Allahu ekziston dhe Allahu është krijuesi dhe furnizuesi. Por e kanë pas qartë që është ka i thret që me i praktis të gjitha adhurimet tjera që i dedikojnë të adhuruarve tyre. Për këtë thot Allahu në Kur'an, e ja'ala al-alihata ilahan wahida. A ju e bët vetëm një të adhuruar Allahu, e ja'ala al-aliha, pra Allahu vetëm ai të adhuruar, inna hadha la shay'un ujab. Kjo është e çuditshme, e papranueshme. Si ka mundësi? Pra vetëm ne t'i drejtohemi Allahut, t'i harrojmë këta të adhuruar, këta që na afrojnë tek Allahu. Pra si ka mundësi me drejtu vetëm Allahut? Kjo është diçka e çuditshme për ta. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، ja ta çfarë thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab.
Fe idha arafte, kur ti e kupton se ignorantët e Mekkës e kanë kuptuar këtë meselë, ata kanë pas qartë, sepse edhe në vendin tonë ende kemi probleme me kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra, ne besojmë një Zot, ne besojmë Zotin, vetëm e besojmë atë. Është një Zot, ai na ka falë neve, nuk mjafton kjo me qenë musliman. Pra, në mënyrë të vazhdueshme, kjo shumica absolute në vendin tonë, shumica absolute besojnë edhe përgjigjen qartë, ne besojmë Zotin. Ne vetëm një Zoti, ai na ka falë. Por nuk më interesojnë çështja e adhurimeve, çështja e feve. Nuk më intereson kjo. Me këtë fjalë njeriu nuk është musliman. Me këtë fjalë është pabesimtar. Ai nuk voroset mesin e muslimanëve. Është kafir nëse thot këtë fjalë. Pra nuk mjafton nuk është besimtar ai që thotë unë besoj Zotin edhe kaq. Sepse mushrikët e Mekkës, Ebu Lehebi, ka qenë ai i cili ka thonë Allahu është ai që ka kriju tokën dhe qiellin. Ebu Gjehli është ai i cili ka thonë Allahu është ai i cili ma jep jetën dhe vdekjen. Ubej ibn Khalaf është ai i cili ka pranuar që Allahu e zbërqiu në qiellin, nga qielli. Pra, gjithçka kanë pas qartë që i ka kriju nga ana Allahu subhanahu wa taala. Por për mu afru te Allahu ata kanë marrë të adhuruar, idh, ndërmjetësues. Dhe kjo nuk i ka fut në Islam. Nuk e ka bërë që të janë dhe gjithë ato, për këtë kanë thënë, e gjale l'alihet ilahen wahida, si ka mundësi vetëm Allahu të adhurohet dhe të mos adhurohen edhe idhrit tonë. Thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kur ti e kupton që mushrikët e Mekkës e kanë kuptuar këtë meselë qartë, fel ajabu mimmen yedda'i l-Islam, është e habitshme, thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, ai i cili pretendon që është musliman, pra fal namaz, agjeron, ولا يعرف من تفسير هذه الكلمة dhe nuk e kupton fjalën la ilaha illallah. هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. Pra atë që e kanë ditë ignorantët e Mekkës, بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروف من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلى الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. S'ka khajr, thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, për një njeri i cili thot që fjala la ilaha illallah është që nuk ka furnizim, nuk ka furnizues, nuk ka krijues, nuk ka përveç Allahut. Kjo thonë në qëllim. Pra mushrikët kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, kështu kanë thonë. Kjo është qëllimi la ilaha illallah. Prandaj, idha arafta ma dhakarta laka ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه بس كبتوه atë me një kuptim të zemrës. معرفة قلب, pra njeriu duhet me kuptu Islamin qartë. وعرفت الشرك, dhe e kuptove se çka është shirku. Inna Allah la yaghfiru ash-shirka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ka thënë Allahu nuk fal shirku. Atë që bën shok Allahut. Jashtë shirkut, fal çdo mëkat që mund të bëjë njeriu. Pra, kur e kupton njeriu se çka është tauhidi dhe çka është shirku, pra nuk e fal Allahu shirku. Wa arafta din Allah alladhi arsala bihi ar-rusul. Dhe kur e kupton, thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, se feja me të cilën kanë ardhur gjithë pejgamberët, nga i pari Nuhu dhe deri tek i fundi Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe nuk pranojnë rrugë tjetër pas kësaj. Wa arafta, pra kur e kupton çka është tauhidi, thot Muhamedi, ja çfarë mesazhe të fuqishme. Kur e kupton çka është tauhidi, dhe rrezikun e shirkut, dhe e kupton që thirrja gjithë profetëve ka qenë tauhidi, dhe s'kan pranuar ndryshe pas kësaj. Wa arafta ma asbaha ghalibu an-nasi fihi min al-jahl bihadha. Dhe kur u kupton që shumica dërmuese e njerëzën çfarë ignorancë në lidhje me këtë temë, afadaka fa'idatain, po t'ja jap thot dy dobi të mëdha. Muhammed ibn Abdul Wahhab, po t'ja thot mësoni dy dobi të mëdha. Pra kur i kuptoni mirë këto mesele, e para thot al-ula farhu bi fadlillah, duhet lumturoheni me mirësinë e Allahut, duhet ta shfaqni këtë mirësi, të gëzoheni.
me këtë mirësi që e keni kuptu të uhidin. Thëtë Allah, kul bi fadlillah, thuaj me mirësinë e Allahut, wa bi rahmetihi, me mëshirën e tij. Fa bi dhalika falyafrahu, me këtë të gëzohen besimtarët. Huwa khairu mimma yajma'un, kjo është më mirë se sa krejt atë çka të bojnë njerëzit. Pra, me qenë tauhid, me qenë sunna është krejt më mirë se sa gjithçka mbledhin njerëzit nga dunjaja. Pasuria më e madhe është pasuria e tauhidit, pasuria e akides. Kjo është e para. Pra duhet gëzohen, duhet lumturoheni. Wa afadaka aidan, dhe dobia e dytë, thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, al-khawf al-azim. Duhet mu friksu nga devimi. Al-khawf al-azim. Duhet me pas kujdes. Fa innaka idha arafta min l'insan yakfur bi kalimat yukhriju min lisani, kur e kupton thot se njeriu mund bëj kufër me një fjalë të vetme që nxjerr njeriu nga gjuha, wa kad yaquluha wa huwa jahil, dhe mund ta thot njeriu edhe ai është i paditur, fala yudhar bil jahl, dhe mund të mos arsyetohet xhelin e tij. Pra ka disa mesele që nuk arsyetohet njeriu. Mund të mos arsyetohet. Ka mesele që pra nuk arsyetohet me xhel nëse i bën Allah na ruaj forma të shirkut të mëdhaj, kufrit të madh që janë vendin tonë, siç e përmendëm më herët, pa mos më intereson feja apo ngjashëm kufriatet e tij. Këto janë disa pra dy dobi që jep Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah pasi ti përmbledh gjitha ato argumente. Prandaj këtu do të ndalemi sot. Inshallah në këtë pikë dhe vazhdojmë në dersin e radhës me vëllezërit tonë nga Belgjika. Kaq ishte, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.